Qarkullimi i mjeteve motorike nga Shqipëria drejt Malit të Zi do të reduktohet për 48 orët e ardhshme. Lajmi është bërë i dutur përmes një njoftimi të policisë së shtetit. Sipas këtij informacioni, bëhet me dije se autoritetet malazeze kanë njoftuar se më datë 26 i pari 2026, duke nisur nga ora 11:30 për një periudhë 48 orëshe, shoqata e kamionistëve të Republikës së Malit të Zi do të zhvillojë një protestë. Për arsye sigurie dhe për të shmangur bllokimin e rrugëve apo incidente të mundshme, nuk do të lejohet qarkullimi i mjeteve të tonazhit të rënd nga Shqipëria në Malin e Zi deri në përfundim të protestës. Në akset rrugore që të çojnë drejt vendkalimeve kufitare me Republikën e Malit të Zi, do të lejohen të qarkullojnë vetëm automjetet e vogla, automjetet e emergjencës, autobuzët dhe mjetet e transportit të pasagjerëve. Policia e kufitare kërkon mirëkuptimin e drejtuesve të mjeteve të tonazhit të rënd për respektimin e periudhës së kufizimit të lëvizjes, me qëllim shmangjen e bllokimit të rrugëve apo të incidenteve të mundshme, përfundon njoftimi i policisë së shtetit.